29 nëntori, dita e çlirimit është përkujtuar pranë varrezave të dëshmorëve në Lushnjë. Të pranishmit kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kurora me lule në memorialin që simbolizon luftën për çlirim kombëtar. Homazheve i parapriu kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, deputetët Kiduina Zaka, Elton Korreshi, përfaqësues të forcave të armatosura, efektiv të policisë së shtetit dhe familjar të të rënëve. Mesazhe përkujtimore dhanë kryebashkiakja dhe deputetët e pranishëm. Dua të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës dhe të gjithë Shqipërisë gëzuar 29 nëntorin, ditën e çlirimit të Shqipërisë. Sot, ashtu si çdo 29 nëntor dhe 81 vite më pas, ne jemi këtu në këtë memorial për të nderuar dhe respektuar me mirënjohje të thellë të gjithë ato bij dhe bija që dhanë jetën për liri. Sepse kur respekton dhe nderon dëshmorët e atdheut, ne kultivojmë në brezat e rinj parimet themelore të mirënjohjes dhe respektit të përjetshëm për historinë e popullit tonë. Sot përkujtojmë 81 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë. Mirënjohje dhe respekt për gjithë luftën e tyre, për gjithë sakrificën e gjithë djemve dhe vajzave lushnjare, të cilët dhanë jetën e tyre për lirinë e Shqipërisë. Vim në varretat e dëshmorëve të rikonstruktuara nga Bashkia e Lushnjë, një investim të cilat sot i kthejnë në dinjitetin e tyre varretat e dëshmorëve dhe japim vlerën që i takon, me mirënjohje dhe respekt për gjithë sakrificën, për ëndrrën e të parëve tanë, për Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian, sot një ëndër e cila po bëhet realitet, Shqipëria drejt Bashkimit Evropian. Të gjithë qytetarët e Lushnjës, por dhe të gjithë Shqipërisë, gëzuar ditën e çlirimit, mirënjohje për të gjithë dëshmorët e kombit, për sakrificën që dhanë jetën e tyre dhe na lanë trashëgimni Shqipërinë e bukur dhe të pavarur. Faleminderit. Një ditë pas festimeve të ditës së pavarësisë, Fieri ka vijuar festimet kuqezi në kuadër të 29 nëntorit, ditës së çlirimit të vendit nga pushtuesit nazifashist. Në ceremoninë e zhvilluar në orën 10 në varrezat e dëshmorëve, kanë qenë të pranishëm autoritetet më të larta vendore, deputetë të Partisë Socialiste, pasardhës të familjeve të dëshmorëve, përfaqësues të drejtorisë vendore të policisë dhe përfaqësues të komuniteteve fetare, të cilët kanë vendosur kurora dhe buqeta me lule në obeliskun kushtuar dëshmorëve. Fjala përshëndetëse është mbajtur nga nënkryetarja e organizatës së veteranëve të Lançit, Vangjel Ndreko, i cili ka pohuar se lufta nacional çlirimtare është një pasuri e çmuar e kombit ton që na lan të parët dhe duhet ta ruajmë e tua përcjellim brezave. Ndërkohë në prononcimin e tij për mediat, kryebashkiaku Subashi ka vlerësuar sakrificën e bijve dhe bijave të Fierit, që sakrifikuan jetën e tyre për lirinë që ne gëzojmë sot, ndërsa mungesën e opozitës në festime e ka konsideruar si vendim të tyre. Sot u përullu me respekt të gjithë përpara heronjve, përpara dëshmorëve luftës nacional çlirimtare dhe kjo sigurisht është një ndjenjë krenarie për të gjithë ne. Besoj që siç e shikoni dhe nga pjesëmarrja, këtu kemi shumë pa dallim moshe dhe padyshim ky është një tregues shumë i mirë që vlerat e luftës do të vazhdojnë të përçohen brez pas brezi. Urimi në këtë ditë është lavdi dëshmorëve, lavdi të përjetshme, jetës, veprës së tyre dhe padyshim t'i kujtojmë në jetëve. Ndërkohë për herë të parë homazheve në obeliskun e dëshmorëve ju është bashkuar Lëvizja Bashk. Ne jemi këtu si një lëvizje politike antisistem, ka thënë kreu i degës së Fierit Elis Baba, i cili ka theksuar se ne duhet ta nderojmë sakrificën e të parëve tanë çdo ditë dhe jo vetëm në ditë të caktuara historike. Ne si përfaqësues të popullit të vërtet, të atij që i ndjen festat në realitetin e tyre, jemi këtu sot si një parti jo pjesë e sistemit, por si një parti antisistem. Jemi këtu për të kujtuar vërtet vlerat e festës së çlirimit, në emër të atyre të bijve të gjithë Shqipërisë, po sidomos të bijve të Fierit si Ereja Lerigero që kanë dhënë jetën për drejtësi dhe për lirinë e këtij vendi. Kështu që ne kemi ardhur këtu për të kujtuar mbi të gjitha që këto vlera duhen respektuar, por duhen respektuar edhe në jetën e përditshme, jo vetëm për eventet e mëdha që kujtohen nga të gjithë,
29 nëntori 1944 përkujtohet si dita e çlirimit të Shqipërisë nga forcat e gjermanistë naziste nga rezistenca shqiptare gjatë luftës së dytë botërore. Sot Shqipëria feston 81 vjetorin e çlirimit. Në varrezat e dëshmorëve të kombit u mbajtën homazhe, ku u përkujtua sakrifica dhe heroizmi i dëshmorëve që luftuan për lirinë e vendit. Në ceremoni morën pjesë presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, ministri i mbrojtjes Piro Vangu dhe kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës Anuela Ristani. Kryeministri Rama vendosi një kuror me lule pranë monumentit nën Shqipëri dhe u përkul duke nderuar kujtimin e të rinjve të rejave që dhanë jetën për një të ardhme më të mirë. Duke hedhur një vështrim tek historia, kujtojmë se pas çlirimit të Tiranës më 17 nëntor 1944, Komanda e Përgjithshme e Ushtrisë Nacional Çlirimtare në Tiranë do të njoftonte zyrtarisht dhe çlirimin e Shkodrës 81 vjet më parë, më 29 nëntor të 1944-s, duke i dhënë fund pushtimit gjerman në të gjithë vendin. Çlirimi i Shqipërisë, ndryshe nga vendet e tjera ballkanike, u bë pa ndihmën e ushtrisë së kuqe. Lufta antifashiste nacional çlirimtare është një ndër ngjarjet më të lavdishme të vendit tonë, jo vetëm pse u çlirua vendi nga okupatori nazifashist, por kjo fitore radhiti Shqipërinë në krahun e forcave fituese të luftës, krah aleatëve të mëdhenj, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Sovjetik. Në këtë mënyrë do të mbyllej një herë përgjithmonë lufta epike antifashiste nacional çlirimtare e popullit shqiptar. Disa nga rëndësitë thelbësore të kësaj lufte ishin largimi i pushtuesve italian dhe gjerman, shkëputja e Shqipërisë nga bloku nazifashist dhe ripohimi i integritetit territorial të vendit, i cili prej kohësh ishte parë si objekt coptimi nga fuqitë e mëdha dhe vendet fqinje. Në këtë mënyrë Shqipëria u bë pjesë e koalicionit Euro-Atlantik antifashist, pjesë e të cilit është edhe sot si vend antar i NATO-s. Rreshjet e shiut prej mbrëmjes së të njëjtës janë ndërprer, por pasojat që kanë lënë pas janë tepër të mëdha. Në zonën e Tërbufit, ku përfshihen tokat bujqësore të njësisë administrative Dush, Grabian dhe Tërbuf, 10 hektar tokë bujqësore të mbjella me grur, foragjere, por edhe stane bagtish, janë në pushtetin e ujrave. Megjithse hidrovori i Biçukasit prej një jave punon 24 orë me kapacitet të plot, do të duhen ditë për largimin e ujrave. Pas kësaj, hapet rruga për evidentimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet. Ndërkohë që edhe në zonën Gurrës, Imsht, Zhelizhan, edhe pse niveli i ujit në lumin Seman ka pësuar rënje, mbi 200 hektar tokë brenda argjinaturës janë ende nën ujë. Finalizohet në Fier operacioni policor i koduar tranziti për evidentimin dhe goditjen e dhënies ndihme migrantëve kundrejt fitimit për kalim të palishëm të kufirit. U kap në flagrancë duke transportuar emigrant për kalim të palishëm të kufirit dhe vihet në pranga 39 vjeçari. Seksioni për hetimin e trafiqeve të palishme të DVP Fier në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponja në vijim të punës për goditjen e aktivitetit kriminal të dhënies ndihmë shtetasve të huaj kundrejt fitimit për kalim të palishëm të kufirit kanë finalizuar operacionin policor të koduar tranziti, si rezultati të cilit u arrestua në flagrancë shtetasi GB, 39 vjeç, banues në Tiranë, për veprën penale ndihma për kalim të palishëm të kufive, pasi u kap nga shërbimet e policisë rrugore Fier në aksin rrugor Fier Tepelen, duke transportuar kundrejt fitimit me automjet 4 emigrant për kalim të palishëm të kufirit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë së Fierit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.